Aksi rrugor Qukës qafplot zhvijon të mbetet i bllokuar për qarkullimin e mjeteve, si pasojë e pranisë së inerteve dhe dherave në rrugë, situatë e rënduar edhe më tej nga rreshtet e dëborës. Sipas informacioneve të ditës së djeshme, për shkak të rrezikut të shtuar për përdoruesit e rrugës dhe për të shmangur aksidente të tjera, si rasti i një mjeti të aksidentuar në orët e paradites, është marrë vendimi për mbylljen e përkohshme të këtij segmenti. Policia rrugore e Korçës dhe ajo e Elbasanit kanë orientuar qarkullimin e mjeteve drejt rrugës së Vjetër, duke vendosur patrulla në hyrje të Qafpllocës dhe Qukësit për të ndaluar hyrjen në aksin e ri. Sipas të dhënave të fundit, rruga aktualisht është mbuluar nga dëbora dhe nuk kalohet me mjete të vogla. Për shkak të kushteve të vështira atmosferike, punimet për pastrimin dhe hapjen e rrugës së bllokuar nga inertet janë ndërprerë përkohësisht. Autoritetet bëjnë me dije se aksi do të qëndrojë i mbyllur deri në momentin që firma kontraktore të kryejë pastrimin e plotë të dherave dhe inerteve dhe derisa të garantohet siguria e plotë për qarkullimin e mjeteve. Drejtuesit e automjeteve u kërkohet të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e policisë rrugore.